Çfarë nevojitet që të bëhesh një hero? Jo, nuk e kam fjalën që do të hash salçiç apo gjildeti, po flas për një hero të vërtet. Në një situatë të caktuar duhet të ketë një hero. Dhe ky mund të jetë shoku yt, roboti yt, apo mund të jesh edhe vetë ti. Alarm për zjarr! Në një shtëpi civile, lëvizi! Në të ardhme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robotat për të gjithë, robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Robotat për të gjithë, shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do t'i qesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen përplasen në luft. Në të ditë, e t'i ken një robot që i cili s'ka fik. Turbik, pa kufi janë fuqita. Turbik, nëse lash ne jemi atë. Turbik, nëse qitë më mirë të ken frik. Robota për të gjithë. Turbik. Nëse nuk do të arrit siguroj sa më shumë nga ky material, nuk do jem në gjendje ta kuptoj. E ku mund të gjej më shumë Solex? Edhe mund, por nuk e di. E pabesueshme. Ky është një mjet HERO. Çfarë është një mjet HERO? Hey, shumë bukur. Është opsioni i reagimit të menjëhershëm të rrezikut si te robotët e policisë dhe ata zjarfikës. Pikërisht kështu. Unë e kam përshtatur këtë për Maximixin dhe tani ai do të bëhet hero. Por ai është vetëm një robot për stërvitje. Por jo vetëm kaq. Hey Maximix, tregoj lëvizjet e reja. Gati për rock and roll! Wow! Ai është i mrekullueshëm. E bukur Nga ju shumë. erdhi kjo ide ju të dyve? Unë bëj stërvitjen, a i mendon. Është e vërtet? Madje e kam projektuar mjetin tim hero të shkarkoj të dhëna nga robotët e tjerë. Nëse kjo do të ishte një ide kaq e mirë, a nuk mendoni se do të kishte shkuar dikujt tjetër në mendje? Duhet të ketë rënë zjarr. Shkojmë ta shikojmë. Po, tani mund të shikojmë mjetet të vërteta hero në veprim. Shumë për të qeshur. Apri vargën, shpejt! Apri vargën, shpejt! Ne zorë që ndojnë bashkëtis, forca! Kemi nevojë për shumë presion! Mos na provokesh në jetë e rrezikshme. Mos u afroni civil! Hapi një Ju rrugë lutem, profesionalizme! ndihmoni fëmijën tim. Një fëmijë Ju shpejt! lutem. Ne këtë punë po merrem! Roger, në njëq! Kuptova! Njësitë e tyre hero duhet të kenë shumë të dhëna. Forsh një është atje lartë! Le ta shpëtojmë, Roger! Shpëton civilin e vogël, Roger! Kuptova! As një zjarë së shumë i madh, as një zjarë së shumë i nxehtë. Rrezik! Po merrem me këtë punë! Pa! Evakuoni zonën! Evakuoni zonën! As një rrezë së shumë e rëndë, as një mur së është... Shef! Evakua civilin! Ky është një urdhër! Kuptova! Ja ku është fëmia, tani e janë të gjithë, më ndihmoni që të fundem. Hans! Gable! Shef! Struktura bashkëndrueshme! Rrezik i madh! Rrezik i madh! Struktura bashkëndrueshme! Ja doli! Afrohuni me kujdes! Do Struktura të shqetësojmë, bashkëndrueshme! do të çojmë që të rregullojmë të body speed. Ulej poshtë! Shef! Na duhet më shumë presion uji! Thërristi ndihma! Brownie! Përgatituni për shfutimi vertikal! Ka për shkallën, civili rëndë! Wow! Po, merre me këtë, po. Shef!
Ai thoshte që unë isha i rëndë. Me këto punë! Mbau aty, shef, mbau. Hela, do të bëhet mirë, shefi? E po, njësia e ti hero është prishur. Prita provojmë njerë me këtë program. Mong, nuk ka për të funksionuar. Funksionoi. Ide e mirë, Mong. Oh, sa mirë. Kontrolloje pak të çipin. Shefi ka bërë shumë aksione, shumë aksione. Pa, shefi njihet si më trimi nga të gjithë. A i ka qenë në tërmete, tornado, shpërthime, palbaticash, në të gjitha. Unë vetë kam patur nderin të shpëtohem nga i 211 herë. Wow, pa dyshim që shefi ka përjetuar shumë gigabajt rrezik. Po, është më i miri që kam parë. Imagjinoje pak si kur ti kisha këto të dhëna për njësinë time hero. Do ishte mrekulli. Se nuk shkërkon një kopje, miku im civil? Vërtet? Tani do të bëhesh normal, shef. Për çdo rast, bën mirë të vish në bashkinë e qytetit nesër. Do të bëjmë inspektimin e robotëve. Jo, sigur, ikim Roger! Shihemi atje. Miru pafshim, shef. Faleminderit. Hej, sa mirë që shefi të lejoj të bëje një kopje të dhënave të ti hero. Maksimiksi do jetë në gjendje të dallojë çdo lloj rreziku tani. Me që po flasim për rrezikun, Çfarë ka, Hela? duhet të rrim në gatishmëri. Nesër nuk do të rregullojmë vetëm robotët, por do të kërkojmë edhe Solexin. Mirë, opsioni i reagimit të menjëhershëm të rrezikut, po thuaj se u fut. Maksimix, me të dhënat e shefit do të bëhesh një hero i vërtet. Unë nuk mund të besoj se ja doli mban. Shefi, ja është më i miri. Lëreni të rikarikohet pa të gjuar! Sektori 4, i qëndrueshëm. Sektori 3, i qëndrueshëm. Sektori 7, i qëndrueshëm. Alarm, dallohen lëvizje në gjirin 1. Po ai duket si shefi. Shef! Ku është zjarri? Çfarë do ta bënte shefin të vrapon të kështu? Solexi, po sigurisht, po e gjurmoj. Si pas llogaritjeve të mia, kristalizimi do të mbaroj së shpejti. Po, sa më shumë Solex të kem, aq më shpejt do të filloj sulmin. Por në fillim, topi! Masu hith në mes të mëkut. Kujdes fare! Duhet të fik zjarin! Shprej një dëshirë. Me këtë punë! Zjarri u shua! Vazhdoni me festimet civil! Ishte dita ime e parë për inspektimin e robotëve, por për qytetin Flusk, kjo ishte një ngjarje e përvitshme. Shumë robot ishin më nervozë se sa unë kur shkoj tek dentisti, por mundësia që të rregulloheshin nga Hela ishte një rast shumë i mirë. Mendoj se asnjë robot atje nuk dyshonte se ndërkohë që ne po i kontrollonim, ne në mënyrë të fshehtë kërkonim edhe Solexin. Deri tani, ata kishin dalë të gjithë të pastër. Atëherë, po sikur ta fus këtë këtu dhe pastaj të lidh. Hey Mong, i Po? futet të dhënat e përvojës së shefit në mjetin herot të Maksimixit? Po, tani duhet ta testoj me rreziqe të vërteta. Maksimiksi do t'ja dalë. Ose ta pësoj keq. Pa ofendime, Mong, por ndoshta ka një arsye që kjo nuk është bërë akoma. Connor, është një ide e re, punë artistike, dhe tani po mendoj se ti je shumë xheloz. Mirë, zëre se nuk thash asgjë. Shef! Shef, ku je? Roger? Po, Po çfarë po ndodh? po se keni parë që shefin? Jo, Ai po sillet në një mënyrë shumë të çuditshme. Çfarë po ndodh tani? Dje doli vetëm dhe tani po fik çdo zjarr që shikon. Qirin ditëlindjesh, zgara, çfarë do lloj gjëje? Sot premiera në Kineman 4D. Mega Hërvunca 8. Këtë herë e ka seriozisht. Kategoria për QCBO 13. Një tjetër zjarë? Po merë mor me këtë punë! Dhe ti je i pushuar!
Nuk ka nevojë që të më falenderësh. Çfarë po bën? Pra, po shfutoj jetë dhe po fik zjarre. Kjo ishte reklama e një filmi, nuk ishte e vërtet. Ti më tregon mua zjarret? Po shkakton shumë të lashe dhe po i tmeron njerëzit. Duhet të ndalosh me njëherë. Duhet të fik zjarrin, duhet të fik zjarrin. Hey, shef, pse nuk vjen tek bashkia? Hela është atje dhe ajo do të arrijë të kuptojë se si të ndihmoj. Duhet të luftoj kundër zjarrit. Duhet të luftoj zjarrin. Hey, shef, na thuaj çfarë ka që nuk shkon. Me si më presë se du shkoj. Shef? A i pa rezik, por atje s'kishte asgjë. Unë vë bas që ka ngatruar programi i Mongut. Hey! Kujdes! Unë s'kam bërë asgjë të gabuar. Atëherë çfarë i ka ndodhur atij? Ndoshta ti ngatrove gjërat. Unë nuk preka asgjë. Nuk është faja Po merrem unë me këto. Larsa, jo. Duhet të luftoj zjarrin. Ku është zjarri? Ku Shef, jo! është zjarri? Bashkia? Pra Soleksi është ka Hutaçi? Tani do të takohemi me robotin Fatlum, ndërsa ata do të njohin topin. Adi, eja këtej! Nxito! Po merrem me këtë punë. Duhet të luftoj zjarrin. Çip, nxito! Erdha! Cerebrix, duhet të hikim! Duhet të sulmoj njerëzit. London! Kujdes! Duhet të nes zjarrin. Çfarë po ndodh? Kubix, faleminderit! Shef, që nge ngatruar keq. Mjaft, ndal, shef! Do lëndosh në njeri, më lërë ta fik valvullën tënde të rjedhe. Zjarri, preshëri! Kubix, shko merr çipin dhe abin. Bahuni! Faleminderit Kubix. Bahumong! Rrezik. Manovra të shpejta! Manovra të shpejta! Wow! Po funksionon! Unë jam hero. Kështu po! Ja dolën ban! Bravo Maximix! Kubix! Kubix! Mirë, pa të shojmë nëse mund ta luajmë dyshe këtë lojë. Shef! Ti
Shefi! Të kama! Faleminderit Connor. Do të ngrem në lart. Hej Connor. Po. E pe, njësia hero funksionoi. Po, vërtet, ti kishe të drejtë që në fillim. Përshëndetje. Faleminderit që erdhët. Cerebrix, fillo skanimin e frekuencave të plota. Njësit kontrollohen nga sinjale me ultraval në 3.9 GHz. Unë e mirë, Cerebrix. Tani, ktheje mbrapsht të sinjale. Po e transmetoj. Kështu po, ja dole mban. Kolosali shkatron. Hej Maximix, shko kape. Erdhi ora të kërcejmë. Wow! Çfarë? Tani na u bën 2 robot nga 3 star? Kolosal! Shkatërroja ata të 2, tani! Ata ka për shefin! Ta nxjerrim jashtë Kolosal dhe të marrim atë për të cilën erdhëm. Është Soleksi! Wow! Prandaj po sillej kështu shefi. Kolosal, përgatite pacientin për operacion dhe top, më duket se miqtë tanë do të luajnë një lojë me të kapura. Po luajnë fëmijët. Do të njesh një pickin? Kubix! Po sulmoj! Po! Kubix, kape! Gjuaj e shpejt! Po më ngren nervat ai. Kolosal! Ata duan të luajnë, tregoju se çfarë krahu ke. Ma lër mua! Kolosali shkatron. Zgjidhim këtë punë! Shpëtoj ata Kubix! Shpëtoj! Maximix, a jeni mirë çuna? Shef! O mos! Kubix dhe unë ishim 40 ton mbi pesh, por së bashku e rraham atë. Hej, ti je hero! Të gjithë ishim. Au, dora ime! Shef, si ndjehesh? Në gjendjen A1, gati për të kthyer punës time pa asnjë problem. Alarm për zjarr, alarm për zjarr. Rezidenca në Elm dhe Main. Në fund të tyra, duhet të shoj zjarre dhe të shpëtoj njerëz. Merrem unë me këtë punë. Roger, erdhi ora e punës. Kuptova, shef. E, shef, a mund të ndes sirenën? Po, Roger. Sa mirë që shefi u kthye në normalitet. Hej, shkojmë ham ca petulla. Mirë, ku shkoni pari?
Kubiks, eja, le të shkojmë. Shkojmë. Kubiks, ne du t'i arrim ata. Hej, ngathët, më në fund erdhe. Nga që je i zgjuar, kjo nuk do të thotë që je edhe i shpejt. Do ta shohim këtë punë pra. Oh, ashtu? Kubiks, shkojmë t'i arrim. Pra, çfarë duhet që të bësh një hero? Nuk jam i bindur që ka një përgjigje të përcaktuar, por ndoshta, në secilin nga ne ndodhet një zemër heroi.